Nga gjithë Shqipëria i bën thirrje të rinjve që të ushtrojnë të drejtën e votës për të marrë në dorë fatin e tyre. Në një deklaratë të përbashkët, ata kanë theksuar se të rinjt sot duhet të ndërgjegjësojnë se pjesëmarrja në zgjedhje është një detyrim ligjor dhe moral për të ardhmen e vendit. Parlamenti rinor I ka drejtuar një thirrje të rinjve në mbarvendin e në mënyrë të veçantë 11 vjeçarëve që votojnë për herë të parë që të marrin në dorë fatin e vendit të tyre dhe të vendosin me anë të votës për të ardhmen e vendit. Në një deklaratë të përbashkët, ata janë drejtuar bashkëmoshatarëve për të ndërgjegjësuar ata që të mos e humbasin mundësinë për të bërë pjesë e vendimarrjes, duke u kujtuar atyre se vota e secilit prej tyre ka peshën e vet në zgjedhjen e kryebashkiakëve në të gjithë vendin. Të dashur bashkëmoshatar, nesër është një ditë e rëndësishme për të gjithë ne. Nesër janë zgjedhjet e pushtetit vendor. Nesër do të zgjidhen kryetarët e minibashkive, bashkive, komunave dhe këshillit bashkiak që është parlamenti I qytetit tonë. Ndaj, ne nuk mund të mos votojmë nesër. I drejtojmë juve të rinjve të Korçës, Gjerkastës, Shkodrës, Beratit e Fierit. Ju e dini se sa çmuar është trashëgimia kulturore. Prandaj nesër ju duhet të vendosni mbrojtjen e objekteve të kultit dhe trashëgimisë kulturore të qytetit tuaj. Ndërsa unë ju drejtojmë juve të rinjve të Lezhës, Durrësit, Sarandës, Pogradecit, nesër dikush duhet të vendosë për zhvillimin e turizmit në qytetet tuaja, në mënyrë që qytetet tuaja të jenë jo vetëm të bukura, por të pastra dhe mirësore për turistët që do të vinë. Prandaj, ju duhet të votoni. Ju drejtojmë juve të rinjve të Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit. Nesër ju duhet të votoni për më shumë shkolla për ju dhe kopshte për vëllezërit e motrat tuaj më të vegjël. Ju drejtojmë juve të rinjve të Kukësit, të Korçës dhe të Dibrës. Nesër ju duhet të votoni sepse dimri në qytetet tuaja është shumë I ashpër. Votoni për një infrastrukturë rrugore sa më funksionon. Nesër dikush vendos për gjitha këto. Nëse ne nuk votojmë, atëherë të tjerë do vendosin për ne. E së fundmi ju drejtojmë ju 18 vjeçarëve, votues për herë të parë. Ju bëheni pjesë e vendimarrjes. Ju nesër keni të drejtën dhe privilegjin që të punësoni një kryebashkiak. Mos e humbni këtë mundësi. Sipas përfaqësuesve të Parlamentit rinor, të rinjt ka nevojë për politika që favorizojnë ata në transportin publik, muze, teatro, kënde sportive apo më shumë shkolla e kopshte, ndaj ata duhet të vendosin vetë për të ardhmen e vendit, përpara se dikush tjetër të vendosi për ta.